Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfi me Jete, për të ndarë një letër tepër shokuese dhe emocionuese. Në fakt më kanë shkruar nëna të ndryshme për faktin që nuset nuk i duan, për faktin që djemt nuk i respektojnë, për faktin që marrëdhëniet e tyre familjare janë të prishura, por nuk më kanë shkruar nëna me pretekstin e këtill për djemtët e tyre. Do të thënë është një letër tepër e ndjerë, një letër tepër emocionuese që unë në fakt nuk e prisja që do ta lexoj. Biri im i dashur, po ta shkruaj këtë letër me duar që më dridhen dhe me zemër të coptuar, nuk e di nëse do ta dëgjosh këtë letër deri në fund, apo edhe këtë herë do të më thuash se jam plakur dhe se shoh armiq kudo. Por një nën nuk flet kur kot, kur e ndjen se familja e saj po shkon drejt humnerës së madhe. Nuk kam ardhur të të prish lumturinë. Nuk kam ardhur të të zgjedh unë ty gruan. Kam ardhur vetëm të të mbroj sepse ti je djali që unë e kam rritur me mund, me lot dhe me shumë sakrifica. Kam punuar ditë dhe natë që ti të mos e ndjeje urinë që kam ndjer unë. Kam fjetur pa bukë që ti të kishe një cop mish në pjatë. Sot më dhëmb kur shoh se nuk i beson më ti personalisht nënës tënde. Biri im, komshinjtë flasin. Njerëzit nuk flasin gjithmonë të vërtetën, po kur të njëjtën gjë e dëgjon më shumë nga shumë goja, një nën nuk mund të bëjë sikur nuk e dëgjon të vërtetën. Më kanë thënë se vajza me të cilën i je lidhur nuk të do ty, por paratë e tua. Se për para është gati të shes dashurin, besimin edhe nderin. Nuk e di nëse është e vërtet, nuk kam prova, por kam frikë. Kur të afrova këtë shqetësim, ti nuk më dëgjove në asnjë mënyrë. Më the se jam xheloze, më the se dua të shkatërroj lidhjen tënde, më the se nuk dua në asnjë mënyrë të të shoh të lumtur. A ka dhimbje më të madhe për një nënë se sa të dëgjoj këto fjalë nga djali i saj? Unë nuk dua asnjë gjë nga pasuria jote. Nuk dua as shtëpinë, as makinën, as kursimet e tua. Dua vetëm të mos të shoh një ditë duke qarë. Kur të jetë shumë vonë dhe të kuptosh se zemra jote vërtet është përdorur. Biri im, dashuria nuk blihet me para. Dashuria nuk matet me dhurata të shtrinta. Një vajzë që të do, një vajzë që të respekton edhe kur xhepi yt është bosh, ajo të qëndron pranë në ditët e vështira dhe jo vetëm në ditët kur karta bankare është plot. Unë nuk po e gjykoj atë vajzë, po të kërkoj vetëm që të hapësh sytë. Mos e lërgon nënën nga jeta jote, vetëm sepse të thot një fjalë që ty në thelb nuk të pëlqen. Një ditë kur flokët e mi të mos të jenë më të bardhë mbi këtë tokë, do ta kujtosh këtë letër dhe ndoshta do të kuptosh pse këmbëngula unë kaq shumë. Nëse kam gabuar, do t'jem e para që do të kërkoj faljen.
por nëse kam pasur të drejtë, atëherë dua që ta dish se çdo fjalë që të thash lindi nga dashuria e një nëne edhe jo në këtë mes nga urrejtja. Mos e injoro zërin tim, birim. Një nën mund të gaboj, por kur nuk pushon së dashuruari fëmijën e saj. Edhe kur ti më kthen shpinën, unë vazhdoj të lutem çdo natë që Zoti të ruaj nga njerëzit që të buzëqeshin për interes. Nëse një ditë do të rëzohesh, mos haro se dera ime do t'jetë gjithmonë e hapur. Unë do t'jem përsëri ajo nën që do të pres me lot në sy dhe me zemrën plot falje. Sepse kështu është zemra e një nëne. Mund të thyet 1000 herë, por nuk pushon kur së rahuri për fëmijën e saj. Në fakt, kjo është letra që kjo nënë e ka sjellur. Unë dua me patjetër që të jap një këshill. Ju mund të më thoni, po mirë o Tiron, tani kjo nëna si mund të bëhet pjesë kaq shumë e marrëdhënies së djalit. Ajo dëshiron ta ndanë djalin, nuk e do nusen. Unë nuk e quaj të tillë. Unë them që një nën në asnjë mënyrë nuk është kundër zgjedhjes që djali ka bërë, deri në kohën kur ajo shikon që djali dhe marrëdhënia e tij është shumë e lumtur dhe është shumë okay. Në momentin që kjo nën fillon edhe dyshon, dëgjon, shikon që kjo nuse është e njohur në zonë, do të thënë këtë vajzë e njohin, ka ca njerëz që flasin, unë them që aty ku flasin një qingoj, s'është pa gjë. Ka një gjë aty, ka. Një thash e them, aty ku flitet. Dhe unë më së shumë t'i shoh këtu në këtë mes, do me thënë një tendencë të nënës, jo për ta ndarë djalit, në asnjë mënyrë, por për t'i treguar djalit që djalit ulet ta kupton, që më fal nën. Kjo është e vërteta. Kjo është situata, por në anën tjetër, ka çdo medalje i ka dy anë. Me thënë, nuk është çdo gjë keq, por situata njerëz si është. Interesohu, studioje, provokohe, sepse ti atë do e marrësh në shtëpi. Dhe nesër ti nuk mund ta shkatërrosh familjen tënde, sepse ti më herët nuk e ke menduar ashtu siç duhet. Do me thënë, unë këtu më së shumë t'i shoh një lloj mësimi që kjo nën ushtron ndaj fëmijës së saj, sesa një lloj dëshire për t'ia shkatëruar familjen, ashtu siç në fakt, do me thënë, pretendohet që disa të tjerë të thonë. Dua të marr mendimin tuaj.